Se që dhamë edhe më herët, sonte do kemi një portier ish portier nga Gjermania, dy skuadrat Hoffenheim dhe Leipzig, përvoja e tij dhe sigurisht ajo që e lidh me Kosovën. Benjamin Lovens, welcome to Radio Dugagjini. Thank you, mirë mbrëma të gjithëve. Haha, you started to learn Albanian. A little bit. It's a good language. Thank you very much. No problem. I will translate live, so I will interfere in some parts to translate for our listeners. Nice. So let's go in the beginning. Po e pyesim fillimisht për arsyeën fillimisht të vizitës Benjaminit në Kosovë. You've been visiting Kosovo lately. Was there any cause for visiting Kosovo? Yes, I become an invitation from President Ademi and the sport director Wikani. Po, kam pas një vizitë, thotë që kam pas një ofertë, në fakt një ftesë nga presidenti FFK-s Agim Ademi dhe drejtori sportiv Wikani. Yes, and we have to speak about the goalkeeper situation in Kosovo. Dhe biseduam për situatën e portierëve në Kosovë. Yeah, that was a nice pleasure to meet two important people from the Kosovo football. Yeah. Dhe normalisht ishte shumë e rëndësishme që t'i takoja dy persona të rëndësishëm të futbollit kosovar. How do you rate Kosovo for its potential in football, including players and goalkeepers? Si e vlerëson e pyes Kosovën sa i përket futbollit, si futbollistat po ashtu edhe portierët? Yeah, you see Kosovo start the last 6, 7 years, 8 years and come from the bad ranking closely to Albania, and you see the results comes better and better. Kosova ka filluar në 6-7 vjetët, ku ishte, siç e dim, në rangim shumë më poshtë, edhe tani po e shohim ngritjen e tyre dhe tani janë afër edhe Shqipërisë në rangim. Yeah, and you see a lot of good players play all over the world, with the player of Juventus, player in Hoffenheim with Aslani. You have a good goalkeeper with Muric in Sassuolo. Yeah. Dhe ka shumë futbollistë kosovar që kanë debërtuar anën mban botës, siç po e shohim edhe kohët fundit. Kemi te Juventus Zhegrova, më pas se kemi Muricin, kemi Aslanin te Hoffenheimi. Yeah, and my expert situation, it's mostly the goalkeeper situation. For this moment, I'm an agent of 4-5 goalkeepers of national team for Kosovo. Edhe aktualisht jam duke u marrë me punën e agjenturës, pra duke menaxhuar posaçërisht portierë, dhe bëhet fjalë për 3-4 portierë të kombëtarës së Kosovës. Which are the names of the goalkeepers that you are actually managing from Kosovo? Cilat janë emrat po pyes portierëve që është duke menaxhuar aktualisht nga Kosova? Yes, I start with the youngest. It's Arlend Cela from Eintracht Braunschweig. Then his brother Miran Cela from 86 Munich in Germany. Then Altin Jokaj from Pristina. I see a game last week also against Balkani. A good game, was a really good game. And I think the best goalkeeper at this moment in Kosovo is Muric, Arjanet. Edhe sigurisht njëri nga portierët thotë më të mirë aktualisht nga Kosova është Arjanet Muric, por e ka në menaxhim edhe Gjokajin e Prishtinës dhe vëllezërit Cela që aktualisht janë në Gjermani. Are you satisfied? Do we have more potential from Kosovo to export abroad? A kemi potencial dhe nga ajo çka ka vrejt për të eksportuar ende portier nga Kosova në tregun ndërkombëtar? I like this the herd of Kosovo player. And it's a big different style to play. The German style for goalkeeping, I think the Germans is one of the best goalkeeper in the world with big quality. But
is the Kosovo people, the Kosovo goalkeeper works hard for his dream. Yeah. Pra, thot që ka parë diçka edhe në Kosovë, por e potencon që në Gjermani është stil tjetër i portierëve, por mbi të gjitha thot që portierët me prejardhje nga Kosova punojnë shumë fort për të arritur qëllimet dhe për të plotësuar ëndrat e tyre. How difficult it is for a Kosovo goalkeeper to find space on international level? Sa është e vështirë për portierët kosovar që të gjejnë hapësirë në nivelin ndërkombëtar? Yeah, it's really, really hard. You see the difference began in the junior teams. Është shumë e vështirë pasi dallimi fillon tek juniorët. A junior team goalkeeper in Germany have mostly in a good team, I don't know, 8 till 10 trainings in a week. Për një ekip të juniorëve, një portier në Gjermani ka 8 deri në 8 stërvitje brenda javës. And in Kosovo, I think it's 3 or it's 4. Edhe në Kosovë mendoj nga ato që kam parë janë 3 deri në 4. But if the goalkeeper level and the goalkeeper coach level comes higher and higher, I think much more goalkeeper in Kosovo can go the same way for Same Ujkani and Muric, yeah. Por nëse punohet intensivisht dhe me nivel më të lartë, besoj që shumë më shumë portier nga Kosova do t'i arrini nivelet e Ujkanit dhe Muric. Can we see you in the near future working in Kosovo? You have also the agency called Elite Goalkeeper Academy. Yes, we want to come and help. That we have to speak with Same Ujkani and the President Ademi, that we help the Kosovo Federation, that we found more quality standards, maybe academy for goalkeeping in Kosovo, yeah. Po, nuk e përjashton mundësinë që një ditë në një të ardhme të afërt të vinë në Kosovë dhe të punojë, por fillimisht duhet bisedojmë për strategjinë me Ujkanin dhe presidentin Ademi për të hapur ndoshta një farë lloj akademie që mund të arriste standardin e portierëve në Kosovë. I would like to make a difference between a footballer and a goalkeeper finding space in European leagues, in your opinion, from your perspective. Dua ta pyes tani sa është e vështirë se dallon ndërprtimi I futbollistëve dhe portierëve në arenën evropiane. I think the difference it's or the way it's open for anybody if the player works hard and dreams strong about his career, and then the doors is open all over the world, also for player from Kosovo, yeah. Sigurisht thot një nga elementet kryesore do duhet ishte puna intenzive, dhe Benjamin thot që më pas besoj që dyert mund të hapeshin edhe në arenën evropiane edhe për portierët kosovar. Is it harder to go through to the Germany due to their quality in the goalkeepers? A është më e vështirë të depërtohet në Gjermani shkaku I kualitetit të portierëve që është atje? Yeah. Of course. It's you see what we have to speak before, that you have 7, 8, sometimes 10 trainings in a week, that the Kosovo goalkeepers need maybe a little bit more time in the age of 80, 90, 20. Then I think the level can come to the same. Thot që vetëmi dallim në këtë kontekst mund të jetë përgatitja, pra mënyra se si punohet me portierët nga mosha sidomos e potencoj 18, 19 dhe 20 vjeçare, dhe Benjamin thot që pas një periudhe të shkurt mund të jetë niveli aty. Has Kosovo got a benefit on next goalkeeper, the next player? Sorry? Yes.
Yes, you continue. And, what the next player, what we think and work really hard, it's Altin Jokai. He has a big potential. Hopefully he win the tournament with Pristina. Një nga portierët që aktualisht ka shumë potencial dhe mundësi për të arritur është Altin Gjoka i Prishtinës, për të cilin e uron dhe shpreson që bashkë me Prishtinën të arrijë sukses. Yeah, and we work about his style. We speak every day about small goalkeeper styles for Italy, for Germany, for England. It's different to Kosovo style for a goalkeeper. We need to change a little bit. Edhe thot në baza ditore jemi në kontakt me të, duke e ushtruar dhe duke i dhënë më shumë ide për stilin e mbrojtjes portierit në Itali, Angli dhe vende tjera që thot është goxha më ndryshe me atë në Kosovë. Has Kosovo got a benefit through this period of buying players, buying goalkeepers due to his small value? A ka Kosova një farloj përparësie në tregun ndërkombëtar në shtete tjera për shkak të çmimeve më të ulta të futbollistëve dhe portierëve? I don't sure that I understand you 100%. Maybe you can. For example, if you buy a goalkeeper in Germany, it costs much. If you buy it in Kosovo, it costs less. Yeah. It's big different. I think so. The Germans, it's really expensive, and that is a big potential that you see all over the world. Play goalkeepers from other countries, and in Germany too. You don't have only German goalkeepers in the goals. Yeah. Saktë thot atë dhe Benjamin thot që tregun siç po e shohim tani ndërkombëtar, shohim edhe vende të ndryshme që marrin portier ndërkombëtar. Këtu nuk bën përjashtim as Gjermania, që e shohim edhe kohëve të fundit që ka portier të shteteve të ndryshme. I would like to stop a little bit about your career. Played at Hoffenheim, played at Leipzig. Why did you become a goalkeeper? Why not a footballer? Po e pyes pse ka vendosur që të jetë portier e jo futbollist? My father want that. My father was also a professional goalkeeper. Ja, ti ka qenë po ashtu portier profesionist. And in my first games, he think I was not good for the striker, and he say, Benjamin, you have to go in the goal. Dhe në ndeshjet e para më ka thënë që në pozitën e sulmuesit nuk je Benjamin dhe duhet të kthehesh në port. And I think that was a good position for me, yeah. Edhe besoj që kjo ishte pozitë e duhur për mua. During the time that you played, who was the toughest footballer that you've faced? Gjatë karrierës, cili ka qenë futbollisti më i vështirë me të cilin është ballafaquar? I meet a lot of good players in my career. I can say I make 27 games for the national team under Germany. We play 27 ndeshje me kombëtarën e Gjermanisë së grup moshave. I think was one game. I remember we play in Marseille against France. Në Marseille më kujtohet një ndeshje e kemi zhvilluar në Francë. And there was a striker with Benzema. You faced Benzema. Yeah, and he shoot in one half 3 goals, and I'm really lucky that I don't become 2 more. And in the half time, he go out to the bench, and I praise to God that he go out, and then come Samir Nasri and Hatem Ben Arfa was also good, and in the goal was Hugo Lloris, and we lose 6-1. Kujtoni ndeshjet të cilën e kanë humbur 6-1 me Benzema që thot shkoj më pas në port.
në Bankën Rezerv, Hatem Ben Arfa dhe Nasri janë inkuadruar më pas në lojë dhe Hugo Lloris në port do thotë që atë ndeshje kemi humbur në fund 6-1. It was a pleasure having you on this conversation. We hope to see you in Kosovo soon, and we would be pleased to have you in our studio. Yes, thank you very much for this invitation. It was also a pleasure for me, and I think in the next weeks I'm back in Kosovo, and then we speak directly in person, face to face. Thank you very much, Benjamin. All the best. See you in Kosovo. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye.